Të gjitha që gjova deri tani, pothuajse janë të vërteta. Ekonomia vazhdon zgjerohet dhe viti 2025 shënon një zgjerim të rëndësishëm, 3.5, 3.7, 3.9 pret ministri pak më herët, ndërkohë që inflacioni mbetet në nivele të ulta, me thënë drejtën brenda objektivit Bankës së Shqipërisë, ndërkohë akoma eksportet vazhdojnë të rriten dhe natyrisht në aspektin buxhetor lajmet janë në përputhje me këto zhvillime ekonomike. Veçanërisht sa i takon realizimit të ardhurave, të cilat janë më shumë afërmend se sa një vit më përpara, por janë edhe më shumë se sa plani, veçanërisht në pjesën e sigurimeve shoqërore e që i bëjnë mirë asaj skeme në tërësi. Deficiti buxhetor mbetet në nivelin e programuar, ndërkohë që rregullat e artë buxhetit respektohen deri në fund. Në gjithë të panoram, rezerva e vetme që unë kam ka të bëjë me dy sektorë të rëndësishëm të ekonomisë kombëtare, me sektorin më të gjerë të saj, që është bujqësia që vazhdon të numëroj vitin e disat, jo më 3 mujorin, po vitin e disat me rënje, dhe natyrisht sektori tjetër që është sektori etik në çdo vend, për ekonominë e çdo vendi që ka të bëjë me industrinë, që shënon në rënje gjithashtu duke hedhur dyshime me një rimodelim të ekonomisë kombëtare i cili do e mos nuk mund të jetë pa këto dy sektorë të rëndësishëm të saj. Pavarësisht se kolegët e mi, po edhe ministri mendojnë që këto janë kursime, në kuptimin specifik të fjalës, në kontekstin ekonomik, patjetër që kursime nuk janë. Janë mos përdorimi i parave publike. Fjala bie. Në sektorin e shëndetësisë, unë nuk mendoj që termi kursim qëndron. Sa kohë që gjithë bashkë kemi rënë dakord për vite të tëra me radhë që parat në sektorin e shëndetësisë nuk janë të mjaftueshme, madje mungojnë, nuk mundet që ne të kemi kursime në Ministrinë e Shëndetësisë. Veçanërisht në zëra të tillë etik siç janë shpenzimet operative, po në krahun tjetër edhe shpenzimet për një proces që është themelor për shëndetin publik e që ka të bëjë me vaksinimin e popullsisë, dhe veçanërisht asaj pjese të popullsisë që është më në nevojë e që janë të miturit. Duhet kuptojmë që çdo kursim këtu e nuk janë pak, janë gati 1.4 milion euro të kursyera këtu, përthyen 2 herë në shpenzime publike në sektorin e shëndetësisë. Si sëmundje të cilat për fat mirë mbrohen 100% përmes vaksinave.